Virgja Resha. Sa më shumë bluajmë në kokë mendime për veten, aq më shumë vuajmë. Thot psikologu anglez i shenjës Virgja Reshës, Adam Phillips, në librin e tij Të jetojmë shëndetshëm. Adam Phillips është i bindur që duhet evituar sa më shumë analiza e tepruar e vetes. Detyra ime si psikoanalist, vazhdon ai, është që t'i çliroj pacientët e mi nga mbingarkesa e të analizuarit të vetvetes. Edhe pse, sipas meje, e ka egzageruar pak, ka përshtypjen që ju o Virgja Resha, burra gra qofshin në javët të vazhdim, duhet ta ndiqni këshillën e Adam Phillips. Për të arritur ku doni të arrini në jetën tuaj private, në marrëdhëniet tuaja të punës, pra për të pasur sukses, duhet të keni shëndet të plot mendor. Pra, mos u merrni shumë me veten dhe përpiquni të jeni më të vëmendshëm, më të dashur me ata që keni përreth. Sikundër ju thash, në jetën private, në marrëdhënie pune, në marrëdhënie biznesi.